peshe duhan të i pi. Shkete bon të vlaja. Shme thonë be hoxha dhe hoxhallarët po pi. Boni dhe hoxhës thuj, pse hoxha i pagabushëm? Shkete bon hoxha fendi. Ose motra e me muslimane ti që si e mbuluë. A marrën me thonë ti pse s'po mbulohesh? Ti ke nderin me qenë mbulume. O i motër muslimane, ti që ke shplu organet gjymtyrët e trupit, pejgamberi yt ka thonë, jo une, në paq hesab i dhënohu prej pejgamberit tonë, po më zgabo. Ka thonë, ato femna që zbulojnë vetin, ere në gjenetit se njën, edhe pse era gjenetit ndihet larg 40 vjetë sa hecish. Ti kur të mbulohesh urdhën nga Allahit e ke krye, jo urdhën e hoxhës, na s'kemi urdhëna. Nona jote në gjenet, Hava, o ka në mbulume. Kur ka bon gabim, o zbulua. Fata fëkat, jak si fani min vërek lë gjenne. Kur e ban gjinahin u zbuluan. Ata veç ata dy, Ademi dhe Hava në gjenet. Hop, Adem u zbulova, hop, Hava u zbulova. Shkaba, mule me fletat gjenetit mu mbulua. Hava në gjenet, vetën me burin, bëte vi gjeneti i tyne, edhe mbulua. Të ti me dalën këtë lapin këtë shplume, Allahit një moftë. Hajtë kush për e bon njetë qëtash me qudorën, pisot me qenë mbulume. Si të kam artë për i zatë zotit. Ja të mbulume t'jo, ato që janë shplume, njo me thonë unë e kam mbulua. Veç njo, bile. Kush për e bon njetë? Hajtë, qovë në kom. Ti do të mbulohësh, për herë qoftë. Allah i kabul të bafë, ullu. Allah i razikë. Falem derit. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Kush pele duhanin, a ka mundësin ja me qudurën? Qomë komë dhe ti? Për herë të koftë. Për herë. Allahu akbar, walillahi alhamd. Kush nuk e ka falë 5 vaktin, prej sot ka me fillu 5 vaktin. Qo dhe kom? A, qo nuk kretë në kom për 5 vaktin. Qo nuk kretë në kom për 5 vaktin. Haj, qo nuk kretë. Edhe thoni mas meje, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ulluni. Falemderit. A më vazhdua dhe pak, hoxha munal. Për s'kam ju me të rendi këtu në tjerve, kërkojmë falje. Unë musafir maj larkë, ma falë një sot ditën mu. Allah i në boft prej namazlive, ja Rabbi. Dashtat ju thom juve motrave, havën e kini pas nënën në gjenet mbulume. Një, historia e shamis tonë dhe kuashtë, mbulesa, në gjenet, rojën e ka në gjenet. O ka në Jemen, ka qenë në Jemen, një femën e ka pas emnin, Bilqis, ashtu, mbretnesha Sebeit. Ajo kur ka ardhur te Sulejmani, ajo ka qenë pagane, jo muslimane. Mirë, po kur ka ardhur te Sulejmani në pallat, se ka thënë selam apo vesh të merrën vesh, apo të fshi, se Sulejmani o koni madh. A dini që ka ardhur te Sulejmani? Nuk ka qenë muslimane, pagane. Mirë, po pallati Sulejmanit mermer granit. Jo kësi radioaktiv graniti i Prishtinës, Kinës. Po, ku më di çfarë graniti? Edhe kur ka him falni unë pak me gjeste për baj, po e qonë fustanin, kështu mës të lagët në ujë. A ujë s'ka pas, po i duket se ujë. Kjo nën kupton që Belkisja pagane fustanin e gjatë. Motrat tona fustanin. Allahu ju një moftë edhe këtë. 2 vajzat e Shuajbit, që i ka kontaktua Musa alayhi salatu wassalam. Lexoni këto gjëra, të dyja të mbulume, kokën poshtë. Tereza, a ka qenë mbulume apo mbulume? Kush ka pa Terezës flokët? Askush, me shamin. Motrat e nderit, sepse Bibla e Injil thot mu mbulua. Kurani juj, shikon ndër histori, prej Havës u nisëm, deri te gratë e Resulullahit edhe motrat tona. Qikat e pejgamberit alayhi salatu wassalam, ajeti kuranor 59 prej surës El Ahzab, ja ejuhan nebiju,
Kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihin dhalika adna yurafna fala yu'dhain. O ti pejgamber, thua ju grave tua, vajzave tua edhe gjithë femrave të muslimanëve, le të mbulohen, le të vënë shamit e tyne mbi krahnorët kokat e tyne, le të dihen që janë 59 Al-Ahzab, urdhni Allahut, sa urdhni janë. Apo do me ngu urdhni Allahut më treme? Po, për hajrë të koftë. Kjo dini jytë.